kurse në Shqipëri një rënje dramatike, rënje e cila ishte goditje fatale për eksportet të këtij vendi. Rënje e cila boshatisi plazhet shqiptare, 2 vera me radhë. Dhe Edi Rama, narko regjimi i tij numëron për turist pasagerët e linjave të lira të rinasit. Udhëtar, vizitor dhe asgjë tjetër. Plazhet para shqiptarëve kanë qenë të boshatisura sikur ndonjëherë më parë gjatë këtyre verave. Është e vërtetë që klanet, kartelet shqiptare të drogës dhe jo vetëm shqiptare përdorin dhe porte tjera të vende europiane për shkarkimin e ngarkesave të mëdha të kokainës. Por është e vërtetë se nuk ka si vend tjetër si Shqipëria në të cilin portet të jenë që të gjitha në dispozicion të karteleve të drogës. Përfshi dhe portet e peshkimit. Pra, Edi Rama u përpoq të laj durët si padrino i narkoshtetit, duke akuzuar vendet partnerët drejt të cilave eksporton drogë dhe krim 24 orë mbi 24 orë. Por, këta janë dështime përpjekje të kota. Se vërteta është që dhe ato operacione antidrogë të kryera në Shqipëri janë ndërmarrë të gjitha pa përjashtim nga Europoli, Eurojusti, DEA dhe agjensitë e zbatimit ligjit të vendeve partnerë, antimafia italiane, prokuroria gjermane, në mënyrë absolute asnjë operacion i rëndësishëm nuk ka qenë iniciativë e policisë apo organeve shqiptare. Përkundrazi, kanë qenë dekonspirime shumë të mëdha. Mos harroni ju, pra, klanin rastin Zibraka, kur u instalue uzine e mjellit bardh me madhe në Ballkan. Dhe Olsi Rama, sipas dëshmive të depozituara në prokurori, është njeriu që përcolli jashtë shteti Genti Xhixhen, bosin e grupit të Zibrakës. Pra, në çdo fjalë, në çdo qëndrim, në çdo përpjekje të Edi Ramës, ai vetëm sa vetë demaskohet më shumë. Është vetë droga Edi Rama. Është vetë kartel të drogës. Nuk ka kryeministër tjetër në Europë që të ketë dhënë trafikantëve miliona metër katror troje publike. Shqipëria sot është lavatrishja më gjigande e kontinentit të parave të drogës.